Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi në mjediset e punës të zotit Eduard Gjokutaj, ekspert i njohur i ekonomisë tonë pranë Altax. Zoti Gjokutaj, përshëndetje dhe faleminderit që na mikpritet mjediset tuaja. Zoti Gjokutaj, duam të flasim për rëndësinë e samitit të G20-s të zhvilluar në fundjavën e fundit në Afrikën e Jugut, në Johannesburg, për ekonominë botërore. Çfarë do bie në gjykimin tuaj da ky samit në datat 22-23 nëntor 2025? Po, me aq sa përshkruhet në gjitha ato çfarë u dhanë si produkte të këtij samiti, natyrisht që ishte një samit që pati veçantira nga më përpara, pasi nuk kishte më atë unitet të pjesëmarrjes, mungesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe atij të Argjentinës, natyrisht që pruri një boslik në atë çfarë samiti mori vendime, duke pasur parasysh rolin që kanë. Dhe natyrisht kryesorja në këtë samit ishte ajo që quhet multilaterizmi, apo tashmë mos bazimi vetëm thjesht në një ekonomi apo në një pol, por shpërndarje saj dhe diversifikimi për të marrë rol secili. Dhe natyrisht signifikativa erdhi pikërisht nga vendi ku u mbajt për herë të parë në Afrikë, për të dhënë ato çfarë kanë të bëjnë parime tashmë universale të barazisë, të pjesës së mënyrës së qëndrueshmërisë dhe asaj çfarë duhet përshkruar si një zhvillim i të gjithë atyre vendeve të cilat ishin pjesëmarrëse. Temat më kryesore nga ajo çfarë u vërtetën ishin pjesa e mënyrës se si duhet të transformohen tashmë vendet e Afrikës, duke marrë parasysh vendodhjen, në mënyrë të tillë që të kenë dhe ato një zhvillim nga bujqësor apo një zhvillim jo industrial në cikle industriale dhe përfshirjen e zinxhirit të furnizimit. Nga ana tjetër ishte pjesa e përballimit të atyre çfarë kanë lidhje me fatkeqësitë natyrore, me pjesën klimatike dhe në tërësi pastaj me atë çfarë tashmë është bërë kryefjalë energjinë dhe ekonominë e gjelbër, duke theksuar tu edhe mënyrën se si duhet të forcohen dhe të unifikohen rregullat për sa i përket pjesës rregullatore, pjesës së taksimit progresiv dhe qasjes që ka të bëjë me atë lloj mënyre që aksesi i vendeve të riformatohet dhe kjo përkon me shumë nisma të reja globale të cilat tashmë po dalin në dritë duke thyer ato zinxhirët e vjetër dhe duke u munduar të krijojnë atë çfarë BE-ja me të drejtë e tha si ajo që është ndër përkrahaset më të mëdha të këtyre vendeve për arsyet e historisë për të krijuar një ekonomi të qëndrueshme me një vizion për të ardhmen. Në gjykimin tuaj, zoti Gjokutaj, ka potencial grupimi G20 të ulë tensionet tregtare derisa të jetë mundur midis dy fuqive më të mëdha ekonomike të botës, pasi mosmarrëveshjet tregtare SBA, Kinë për tarifat dhe aksesin në treg nuk janë çështje periferike, formsojnë ato klimën ekonomike globale. Po përtej atyre çfarë mund të jenë ekspozime të liderëve, si ai i Shteteve të Bashkuara që është superfuqia, por edhe të shteteve të tjera të cilat kanë ndikim në gjithë këtë lloj grupimi, natyrisht që pesha e tyre është e fortë, pasi ato janë të përfshira. Realiteti ekonomik dashur pa dashur, çfarëdo që të bësh do t'i përshtatesh dhe do të arrish në një negociat, pasi në vetvete, pastaj gjithë ekonomitë që kanë vepruar kundra ciklit apo kundra rrymës që po vjen, i bëjnë dëm vetvetes, për të mos harruar tu që presioni i brendshëm në këto vende është në rritje për shkak qoftë mënyrës se si kostot po gryejnë të ardhurat e njerëzve dhe ky është problemi më i madh, pra ajo çfarë konsiderohet me rishpërndarjen e munguar si duhet tashmë po kthehet në problematik, por nga ana tjetër edhe një qasje universale që i mësoi shumë ky forum asaj të kartës së OKB-s, pra universaliteti i gjithë atyre çfarë janë parime. Në një farë mënyrë ky kishte një fytyrë sociale, pasi edhe në mënyrën se si tashmë po përdoren burimet natyrore, sidomos të vendeve të Afrikës, u vu theksi që të kenë një zhvillim bazuar mbi parime sociale dhe mbi një qëndrueshmëri. Pra, jo një shfrytëzim i tillë që në një farë mënyre e dëmton jo vetëm ekonominë e tyre, por edhe gjithë ekonominë e planetit, por një racionim dhe një rritje revolucionare e ekonomisë së tyre me qëllim që ato të kthehen jo thjesht në furnizuese, por edhe në përpunuese.
A do të mund të G20 të avancojë reformimin e institucioneve kryesore financiare ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, në favor të vendeve në zhvillim? U fol dhe u diskutua shumë në këtë summit për pjesën e borxheve që kanë këto vende në zhvillim, si dhe për aksesin në kreditë me përqindje të ulët, kredite favorizuese për zhvillim. Po besoj se ky summit po zhvillohet në frymën e shumë summiteve të tjera, por më së shumti nuk është numri summiteve se sa koha në të cilën zhvillohet dhe mënyra se si ato po flasin në unison, duke qenë të lidhura në një mënyrë organike për atë çfarë duhet të ketë vizion për të ardhmen. Natyrisht ajo që ju pyesni dhe cekni me të drejtë për sa i përket mënyrës se si po financohet ekonomitë e vendeve me të ardhurat të ulta, por dhe atyre në zhvillim meriton një vëmendje të re dhe theksi u vendos dhe në këtë rast te krijimi apo forcimi e atyre bankave që janë banka zhvillimore, apo bankat që japin një kredi më të madh atyre kategorive të bizneset atyre vendeve, të cilët deri më sot nuk e kanë pas të mundësi, me qëllim që ato mos të ngelen në praparoj, pasi mbajnë peng gjithë zinxhirin e furnizimit, por nga ana tjetër do të kthehen në një barë të shtuar për sa i përket mënyrës se si do të financojnë borxhet e brendshme të këtyre shteteve dhe nga ana tjetër problematikat që krijojnë dhe të mos harrojmë që një pjesë e mirë e problematikave apo konflikteve ushtarake si në Sudan apo edhe në Kongo, natyrisht që vinë prej pjesës së burimeve natyrore dhe ekonomive të tyre. Por nga ana tjetër nuk u la pa u harruar dhe vende që janë në veri të Afrikës, siç është Palestina me Izraelin dhe Ukraina, të cilat në vetvete tashmë duket që po kontorohet një qasje tjetër e re për t'i dhënë një zgjidhje më shumë ekonomike se sa ushtarake. Dhe natyrisht pa lëshuar kompromiset e atyre çfarë është universaliteti i parimeve të barazisë dhe të lirisë. Ju përmendët disa herë rolin dhe përpjekjet e summitit G20 në stabilizimin e zinxhirëve të furnizimit global. Por si do të jetë këto zinxhir lidhur me mineralet kritike? Ato që sot në ekonominë e inteligjencës artificiale dhe të teknologjisë së informacionit janë vërtet shumë bazike. Ndërkohë që Afrika është kontinenti me, si thua, rezerva më të mëdha për të këtyre mineraleve të rralla. Po, thënë në mënyrë përmbledhta si për sa i përket burimeve nëntoksore që kanë këto vende, natyrisht që tashmë nga ajo çfarë mund të rezultoi si ekstrakti i këtij takimi ishte pjesa e shfrytëzimit me kriterë të tyre. Pra, për të pasur një qëndrueshmëri në përdorimin e tyre, në mënyrën e racionalitetit të mos shpërdorohen, pasi burimet kanë rezerva të tilla që vinë drejt fundit, dhe natyrisht për të gjetur rrugë të reja në atë ciklin e zhvillimit, duke i përfshirë këto vende në mënyrë të tillë që përdorimin e burimeve të tyre natyrore ta kthejnë në prosperitet, natyrisht që është gjetur dhe kjo qasje që vendet tashmë duan të bashkëpunojnë dhe jo t'i kenë si komplementar në atë zinxhirin e furnizimit botëror. Në kuadër të këtij bashkëpunimi që sapo përmendët zoti Gjykutoj, si e shikoni nismën e Kinës për të krijuar Institutin e Zhvillimit Global, Kina për krah uljen e borxheve të vendeve në zhvillim dhe ka nisur së bashku me Afrikën e Jugut një program bashkëpunimi? Po, nga të gjitha ato çfarë Kina orienton, duket se është me një vizion i cili tashmë po e shfaq sipas rasteve dhe natyrisht që në momentin që hidhen këto ide janë bërë përpjekje më përpara, janë krijuar konture, strukturuar organizime dhe momenti kur hidhen tregon një diplomaci aktive ekonomike dhe jo vetëm, pasi Kina në vetvete është e gatshme t'i mbështesë këto ide edhe financiarisht, gjë që i bën fizibile dhe e efektivizon në kuadrin e asaj çfarë quhet në rrjetin global. Natyrisht që këto nisma kanë nevojë të përkrahen, por i gjejmë vend për arsyeën e thjeshtë se vetë ekonomia tashmë po kalon nga një fazë më përparshme e globalizmit në një fazë që secili nëpërmjet identitetit të futet në botën globale. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Gjykutoj, a ndihmoi ky summit në rikonfigurimin e rolit të G20-s në një botë që po bëhet gjithnjë më shumë multipolare, sidomos me rritjen e peshës ekonomike dhe të influencës së BRICS? Po besoj që është një proces i cili tashmë
e fillon dhe e riformaton edhe G20-ën për t'u përshtatur zhvillimeve, qoftë atyre që janë geopolitike, po sidomos geoekonomike dhe më së shumti të gjithë tashmë pranojnë një përfshirje, një gjithë përfshirje të ekonomive dhe jo përjashtim, dhe kjo është një hap i madh në atë drejtimin se si duhet bëhet ekonomia ardhme. Nga ana tjetër, edhe mënyra e respektimit jo vetëm të sovranitetit politik, por dhe ekonomik të vendeve, dhe pjesa më kryesore është që zinxhiri i ri po krijon hapësira për të gjithë vendet, nga vendet e mëdha të cilat kuptohet ngelen lokomotiva dhe në vendet e vogla duke i përfshirë dhe duke rritur ekonominë e tyre dhe në këtë mënyrë rrit edhe cilësinë e jetës, të ardhurat, dhe nuk kthehen më në vende që janë të varura nga ndihmat e perëndimet apo vende të zhvilluara, por ecin me këmbët e tyre dhe natyrisht lehtësojnë në tërësi koston dhe i shërbejnë qëllimeve të ndotjes klimatike, të pjesës së energjisë së qëndrueshme dhe të gjelbër dhe pjesës së asaj çfarë financat mundet të bëjnë për to. Zoti Gjekutaj, faleminderit shumë për të intervistë në mjediset tuaja. Kënaqësi, faleminderit. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.